Da, ja vidore në s'kom pasër të një. Jo nuk I kanë raportu se janë përshënduar prapë së prapë, edhe nëse raportohet janë përshënduar. Domethënë tana forma. Kështu që pata qef me të informu. Ju falenderoj për ardhin, ju falenderoj që ju kërkoj falje se meritoni këtë pritje po. Jo, pa problem. Përshëndes, zëre Kusori. Në radhë 2 kisha mja dhënë një biografi të shkurt të Ramocit si katunë dhe gjendjes si Gjinecet. Nuk është vendi I banum frikë, do më thonë, katuni Ramocit, pa mërmendje mosi ka mbi 200 vjetë, si ekziston si katunë. Që nga koha e Perandorisë Osmane e deri sot të gjitha pushtetet që janë konë këtu, në katunin e Ramocit as si pushtet nuk e ka investuar as një 50 cesh deri sot. Perandoria Osmane ja ka marrë asqert, ja ka marrë votat tatimin, por me investu kur gjonë. Krajli Sërbis ka bën njëjtën gjë. Jugoslavia tic njëjtën gjë. Mjerisht, edhe sot e kësaj dite, asnjë pushtet në katunin e Ramocit nuk I ka investuar as 50 cent. Për ju, nëse më lejohet e kisha pas një pyetje. Në rast se ju vinin pushtetin Gjakovë, me apo pa votën e Ramocit, cili do të ishte hapi juaj pozitiv për këtë katunë? Faleminderit për pyetjen. Natyrisht se vetë edhe vizita jam këtu e nënkupton që për sa fëmijët njoftona me gjendjen. Më duhet më ju thonë që disa prej bashkëfratarëve të juaj kanë qenë ata që në mënyrë proaktive më kanë dërgu fotografi edhe më kanë informu për gjendjen. Edhe mu më ka ardhur mirë se kjo bosi një aktivizëm qytetar me informu për situatën e Romës. Unë kom shku ma tutje, kom verifiku edhe informacione nga komuna. Duket se komuna Gjakovës ka mujt të tonë që e ka dhënë tenderin edhe për ndërtimin e rrugës, po këtu e pash që as kish fillu, as asgjë s'kish ndodhur në lidhje në rrugës Ramoc-Korenic. Po çka unë muj më ju thonë është që përveç rrugës edhe kushteve elementare ju mundeni lirisht me llogarit me apo pa votën e juaj. Unë po ju them që kjo zonë do të jetë në vëmendjen time, sidomos për zhvillim të bujqësisë, për zhvillim edhe turizmit malor. Nuk do të lidhen investimet në qeverisjen time me militantizëm politik ose partia. Nuk do të jenë fshatnat ose lagjet e Gjakovës ato të cilat japin ose nuk japin votën që do të përcaktohet prej prioriteteve të investimeve. Prioritetet e investimeve do të vinë që tash fatkeqësisht e shoh që ka shumë prioritete, po ka prioritete elementare, ekzistenciale. Ato të rrugës, të sjellësit, kanalizimit, që dikush po deklaron se janë kry e realiteti po tregon diçka tjetër. Njëjtë sikur se tregoj edhe kjo rrugë e vështirë për me ardhur deri te ju, për rrugës kryesore, e mundemi paramendu edhe gjitha tjera, cilat ndodhin qofshin edhe në familjet e juaja, po edhe në ambientin tërë. Prandaj unë jam këtu për më tregu një mesazh ose më përcjell një mesazh shumë thjesht. E ai mesazh ka të bëjë me ato që ndjehuni të lirë, na komunikoni gjitha prioritetet që ju mendoni se duhet të kemi parasysh që mujt e parë qeverisjes. Neve na pret një dimën jo I lehtë bashk, ato e dim. Kemi një situatë sot ku as shkollat nuk kanë ngrohje ose kanë ngrohjen e reduktuar. Mos të flasim për rrugët edhe ngarkesat që tash do t'i bëhen me rreshje, sidomos për fëmijët që shkojnë në shkollë dhe kthehen. Po do vjen pranvera shumë shpejt edhe projektet kapitale, rregullimi që duhet kryhet në pranverë, jo ndihmën në fushat zgjedhore, duhet fillojnë mbare mirë. Po, sot e kemi pas të paralajmëruar me vizitën dhe takimin me banorët e fshatit Ramoc.
të anës Rekës Keqe. Vizita edhe ardhja jonë ka rezultu si edhe kërkesë edhe vetë banorëve që të vime dhe të shohim kushtet të cilat është ky fshat. Ashtu si që është bërë tani më një fenomen i rregullt para ardhjes tonë aty në vendin ku ne duhet të mblidheshim për takim me banorët e fshatit Ramoc, dikush është thirrë në telefon, janë thirrë në fakt fshatarët, e para që të mos marrin pjesë, e dyta që të mos na presin. Unë gjithsesi falenderoj ata që janë prezent këtu dhe përkundrejt presionit që të mos jenë në pritjen tonë, ata janë prapë me ne. Ka kalu koha e përcaktimit të agjendës politike me kërcënim ose me dhunë. Kjo është tepër evidente. Koha është që të mendojmë shumë më shumë për zhvillim dhe të jemi sinqert me një realitet i cili është shumë i rëndë në shumë vise të komunës Gjakovës. Fshati Ramoc është një prej tyre. Është një fshat i cili ka potencial shumë të madh, si në aspektin e bujqësisë, si në aspektin e turizmit, nuk e ka as rrugën, gjën më elementare, nuk e ka ujësjellsin. Natyrisht kjo ana e Rekës Keqe është e njohur për mungesën e të rrjetit kanalizimit, prandaj ato zhvillime cilat dikush pretendon se i ka bën komunë Gjakovës janë vetëm se në letër. Ende më keq, unë personalisht edhe gjithashtu të tjerët mund të shohin se ekziston në webfaqen zyrtare të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik që rruga Ramoc-Korenic është e tenderuar dhe është dhënë tenderi shumë muaj më parë, vlera e saj bile është 400.000 euro. Ne shohim edhe ecëm një pjesë të rrugës, se do ta ecim edhe pjesën tjetër, që afërsisht janë 5 kilometra rrugë që duhet të ndërtohen domosdo për një mbarvajtje tjetër, si shohim edhe nxënësit që kalojnë, por edhe transporti i cili nuk ju sigurohet nga komuna, por është bërë me organizim të fshatarëve me pagesat e tyre. Gjithsesi, më duhet të them që në komunën e Gjakovës ka fshatra dhe lagje të cilat sot ballafaqohen me problemet më bazike ekzistenciale dhe kjo situatë duhet të ndryshojë gjithsesi. Nga kush janë bërë kërcënimet? Nuk e di kush janë në garë dy kandidatë. Njëna është këtu, e dikuj tjetër si ka konvenu me qenë këtu, tash nuk e di, matematikën bëni një vetë ndoshta. A na tregoni ju emrin e ju? Lazar Nare. Ju keni pas, domethënë kandidatja e AKR-s ka pas sot bëj vizitë te ju, edhe nga kush jeni kërcënuar? Individ caktum thirrin telefon mënyrat i përdorin ndryshme, kështu që nuk muj me dhanë emna, nuk di për emna, mirë po vetëm kanë deklaru personat që kanë pas me mbajt të bimin për objektet personale të veta që janë kërcënuar por ndihen të kërcënuar edhe po ta deklarojnë, po ta raportojnë rastin prapë se prapë janë kërcënuar. Çka ju kanë thënë? Kanë thonë që ju shantazhojnë familje, ju rrezikohet familja, mos, domethënë e dini që jem njerëz në pushtet, jem njerëz të mëdhaj, kështu që në atë formë kanë. Mos më baj takim. Mos më baj takim. Kjo është problemi. Megjithatë takimi u realizoi. Kjo është më rëndësi. Takimi u realizoi dhe a keni frikë për të votuar mandej me një vot? Jo, kjo është më e mira se nuk mohet vota me vonë, nuk mohet ka qenë dash me punu më herët që me siguru votën jo në këtë formë. Kjo është formë që nuk besoj që ka një dhez. Kujdo qoftë që ka në të ndunë këtë formë me fitu votën. Kjo nuk është